dokumenti ku merret i riu? Për sa i përket lëvizjes së kafshëve, ne kemi një dokument që quhet certifikata e lëvizjes së kafshëve, e cila ka të gjithë informacionin e plot të gjithë fermës të origjinës dhe fermës së destinacionit. Për sa i përket certifikatës, kjo lëshohet nga veterinerët tanë zyrtar të shërbimit, të cilët janë të alokuar në gjithë territorin e vendit për sa i përket njësive administrative në gjithë bashkitë dhe qarqet, dhe ky si dokument është një dokument zyrtar i cili shoqëron lëvizjen e të gjithë kafshëve nga destinacioni A në destinacionin B. Duke bërë të mundur dokumentimin me certifikatën e lëvizjes, ne kemi të plot gjithë gjurmëshmërinë dhe gjithë lëvizjen dhe informacionin e plot të kafshëve. Në këtë emision gjej rastin dhe që t'i njoftoj gjithë fermerët që të kërkojnë shërbimin ton nga veterinerët tanë të shërbimit për të pajisur me certifikatën e lëvizjes. Nëse ata duan të shesin të lëvizin për kullot dhe të rikthehen prapë në origjinë, të kërkojnë certifikatën e lëvizjes në veterinerët tanë të shërbimit, ku kanë kontaktet si te faqja jonë zyrtare dhe në gjitha njësitë administrative.